Qëra Austrian. Por në këta dy vore, ishte dy familje që ishin shkuve, s'kishin marrë vetë. Por, dikush i shkote të vore, preste i qiri, i pastor të vore, që një pokazori jo. Nuk kam që shmuda, nuk kam qërë të më atere, që se cilë për ju është shqytarë, e din vetë, ka tjetër të konservacion, që që më njëse. Pra, një të kena shkuat ditë e kena pa, një është përma që i thoshin ata që jorën, që ka më hapurë, që në kena përma shëpolorë, i o me i do të si përbolim, ka dhe eksperti i policisë shpirore, e ka thonë që ka shu dokument që nuk bjën përma hap një borë. Me një shkut, kena shku ka minus një muajt, mora dhe punëtorë me qira romun të shtetit, tuka e për mua lirë. Ishte ma toka Kalkan ishte burë nënët me një hapë s'kishte. Nese, e kena hapë, vazhdojmë. Tu që këta ishte rëvanë të përmës, që i thoshen ata, e rrujë pranë në vetë, e në vetë të që se rrujë pranë në kohë. Pasë në akore rrujë të përmës, zemë në si punë me në vërë më e o të këpatikitë kërë e shratësit të kërgoshën e kena marë. Sharë në vedja e kërë. Të një rrujë të përmës, që kena qipër i hashtë, edhe kena përgu me gjomë. Mirë po, në regjistrin e voreve, të administratës voreve, thote që perimetra poshtë janë ekstrat e imëzët i pokaqovë. Mirë po, ishen skeptik, dhe në gare të firmos që edhe mos dollën, në është paguin gare më rashtë, që tam tim, që në bilu të podore me disë zotin. Kështë të shkone më rrejtë po firmos që podore, në njëtën e njëre këna tanë. Ligjë Austriak thotë që në qofë se 5 vjetë familja dashturin nuk paguin taksin e vorit për token, që i të përbashkën të vjetës, e shtë të zilën jashtë dhe kërën një vorez që është vorez e përbashkë. Këtë të më tjërë, pa e në pa e zonë. Të shti, ka një punë, kjo vorit që në të joha, ja, të edhe i hëzën të galu. Një të durë është Kol Rota, i vaj Simon Roc e Padre Josin Roc. Shqiptarët, se duket kur janë njërë shqiptarët bëhen zjemi i tokës, pra shpërfen e karakteri, shpërfen gjatë, fletë, se një figurë ka pagu për ta njëtën përgazorin prej qepit vetë mas një që i eshte i ka pagu prej qepit vetë Kozgora. Që ka kënë konsul në Kozgora. Për një akt shumë dhe në vansë, e a i burë a përdik në kërë. Vazhdojmë dhe kënë? Të eshte, një po, në kokaqori ka kënë se ka një të eshtre, por ka hu dhe dy tjerë sipër, që ishin burë e gru familjarë. Edhe ligjë ashtë perimetrit, mos më përzi e eshtre, perimetrit, edhe kena hapë parin, doli burri. Kena hapë 2 metra, doli gruja. Por kena shku 3 metra, ishin të udhërio, apo në edhani. Gjëtë qa mujtë, kur kena po, në fund, në 3 metra poshtë, vizër me? Ja. Kur kena 4 metra poshtë, dhe një atë dhe ku ishin. Ne, se këtu, kur kena 4 metra poshtë, fillu me dorë pjesë, meteoridash, dronit, ti, në kohë heq, këtë 8 muaj, në kohë, që ku në ata për dojë, dhe të nëjë më dojë, e të vajmë të kërë një ku më bashkë. 3 metra poshtë, a i kuptorit ishte një që fesh, që i huti poca. Dhe ishte dhe i thamë, zjerit tonë me të vina që gërëm e basë, mos ka në i shenë, mos ka në i madaj, mos ka në i urat, mos ka në i që në marrë që për mozejë. Kur i gjojë Shqipër, kur jenë në gjerë Shqipër, këna pa që një kapece e këra frenë me Shqiptarë. Një kapece e këra. Jo, po kishe të vejtë kriti Shqiptarë të përëmbolem që e mora një përëmbolem. Që të përdik i të vajtë që të këna lytë. I thamë, për flanë me, ja, që flanë me, po të po me për flanë me, ja, ashtë
atëherë kena marrë, kena vëmit e mundin, kena shënë një kujdeset me të ndorë, e kena pa që ishit flatrat e Shqiponjës, zeza, në të kuqe, e ishte flamuri Shqiptarë, pra e kanë shtira. Atë e ta që nga kanë bjerë, asë që kanë da Shqipin gjithmonë që kena gjohë Shqipi, kena konflikti Shqipinës me Austrisë, e kena shkollën, që kështë të ka malizit, e nga pa me e në figurit, që na e kena shtirë. Vështoj. Të janë e shtë dhe ti. Më kam pas një fat lomna, sepse kam pas një emocion, një gëzim, se kam pas një kokën e ti, kam pas të duhet. Kam pas një gëzim ku nga një fëmi që kam pas gëzim jam. Po jam lomnë në më që ishte të qashtë që ka, që vjetë fort ku i një pas, ku kam pas kokën të di se kush është, se kishtë në të gjithë shta për te. Edhe të i që të na, i dhe të roka të një kono për qa kejna, për qa shumë dhe rrota për të shqipin për vërshme. E kam pas kokën e të një ndore, e i është jam të rrilo. Vazhdoj. Po jo thamë të këta ljuka se i gjana që se një ma, mërë po zlatë me finje po. Sa dërë bilit në rrë, tjali një shumë sa të kushtë të demokrati, marë kushtë. Mirë po, Ministria së funksionote, vëdodhe një lejnë prej shtetit shqiptarë, për Ministrisë kjo është, që na pranojmë estë të këti burme në një teritorin shqiptarë. Shma e që? Mujo që vese këtë rrë që? Se në kushe këtë njëri, si ta në dhe. Mëshimit nga shë të sadorit, shkoshe një për një zirë, të shumë mamar që ka vetë ka përnë të rrë ka më rrë, se ka fusë më herë po, një ka thonë qovë, po se më shkë të rrë, ka fusë më herë, edhe e bëshë ka përnë. Dikur, vizje pa që shtukse në të po, ka dhe të thënë, isha rrë që bjerë në ka emocion, i ku më bjerë në pasas, më bjerë ujë, vazhdume. Këta e, speshti, një këtë foto ka ku me qëllim për me diktu trajtimin një human që i bani Austria, një shqiptarit, një katolikut, një njëri, përse katolikët muslimani shtë e po, një njëri, pra e kanë marrë, e kanë transportu me dignitet, gjana që ne nuk e bërë. Pra ne kam punë qëllim të foto. Pra makina e mullume, e tanë nuk e vullinë, e tanë deri me muzik, Mozartit, pra këtë makina. Edhe e kanë marrë, e kanë qua, e kanë futë në frigoriferë në rotesave. Nuk ka dhe ne, ka bëme një mesh, ku me dhe në shqiptarë bëme një mesh pitin e dinë veçasht, nuk ka dhe me ne me e marrë sardu, që sardu është i kësi popër. E mi vëmë një skirës, familja, nuk e qesi për aty, e bëme meshin ashtu, si në shqiptarë në mitetin me katolikë musliman, edhe në tërë shqiptaria, edhe diplomacia austriake, bëme e shamadre të na. Vazhdoj. E makina e transportit e sardu. E këtë ka maj fotografi u të vëjtim për metin e sardu, vazhdoj. Eshte dhe tia, me flamur sipër, të shtit, tu e kam vëmë për mjë diftu ju, që të shtit, mu këtë është në shkëllëzimet e doja, që tonë, no? Shkëllëzimet e doja. Ishit sa thonjë, pra një këtë buri ma u, ka me për 2.600 euro, ka me në bazën e ujë. Nikol Kaconi, buri, për mua është ma i ma servis nacionali, për mua personalisht. Po, du të në thonë që të shtetë e nacionali më në ashtë. Pra, për 2.600 euro, që të në priftë katolikë që ka kemë në migracion e kemë pasat shkollë. Që qdo njëri për i nëshë kena punu në migracion, kur në desë kush atë i aputon në 10 euro, 20 euro, 30 euro, 50 euro për me prova i shtë. Do kujto, në Shqipërinë, këtë burë pra, ka Amerikatin. E ma drashtë, Austriat, do thanë shefi jeme, zëtë njëse i thashë, kena një marë këna herë në komparatori, ma por është Austri, i vërosë, në një marë, ta din, do thanë bënjë projekti, shopë sapër, dhe thanë, po se jo, kur i kam që faturë, 2.600 euro, do thanë, po për e bënjë, da. Në këtë 2.600 euro, dhe shumë ma drashë në bërja, dhe arki bolet, që ishin burë e gërru, që të i fuqë, dhe bëjnë dhe e edhe, atër kena marrë të sargur, kena banë feshin, edhe dhe tatëm mama, ma në nësit e shi kena fotogru. Për në Shqipëni në Rinës, unë me gjithë Don Bramin. Don Bramin e ka marrë, sepse do të në mulli ka në marrë, dhe partë, e ka pagu Austrije, i ka pagu biletë e relativë. Ne në një shpilin që unë natën në Ljubljan, për ma lirë, për pare, për kursivi,
Kurse Estrat, Sargu, e kam njësve, Austria Lajci ishte direkt, fluturim direkt. Kështu që Estrat ka shku 20 minuta për para se ka shku unë atje që ishe autorizit ka shku i marë në magazinën e aeroportit. Të shti që ku kam shku aty, po më priqin, hajde, Monsignor Damian Kurti ishin familjartë, gjojnë me familje, kishin marrë gjithë njëri më namë, që njëshin e kanë marrë shkallë, e kanë qitë për tora, edhe ishte rrështë të makineve, nërëtonë burëci, katolike musliman, kishin nërë për një burë, që s'ka kufin. Edhe një këtë foto që kam bëmë, për kam bëmë, si kam bëmë, a vërën në rritët sociale, pra, një kjo është sarë një kontacionit, të rëndimi që i kam bërë shqiptarë. Unë kam pasë pikë, kam punu me Gërishë, kam punu me Josefine, kam punu Kushëri, kam punu me këtë, me tanë. Tanë i kam parë telefon, personalisht, me Gërishë një. Gërishë ka forë me Gjergjë ka me pikur drejtorien e policisë financiare. Edhe Gjergjë që shkuda, që katolike thamë Gjergjë, vime ka sorin, ani i vritin më po. A të jetë më si zotë Josefine, si zotë një. Asë këtë kërkush. Mirë që s'kem shtetit, po s'ke as kisha, nuk në ardi asot me dita, nuk në ardi pra të beshim se do më janë të kutis, për të kisha në shqyqis, edhe do më një komisinë dhe ka parë një kumë në Berlinës aty, të vësia kishtë arë vëjmë që është atërët, edhe kërkush. Atë verkin edhe makinave, me tonë katolike musliman si ishin, rrështë i këna shku, ishtë shqyqis, me që me regalos. Një këto e familjartë, gjoni një të me, në është të mësilinë në, e kanë marë sarë një të një të dhe radhjës. Vazhdojmë. Familjartë, ta një familjartë. E kështë një malë për ta, zëtërimisht që ata ishin. Këtu janë mankish, u të dova për një hapë sarë, sepse kër e ka marë për nuk, që ato ka kanë është drunë për jasë, për komrana është me lamarin një dasë. Edhe ata e kishin pikë, e kishin gjera që mujta që desha një hapja të fëtu familjarëve Estrat e ti. Edhe nuk ka rikë me ba, këtë da në momenti, këte filmat e ka ba Zari Amarix e qëri e rëzgërbjari, po kene vetë që më përgjithë. Unë të libri i kam bërta me merit. Kam bërta nga kontakte që kam pasë me qevëri, me ministrët, po më nani, bëjë për shtyve, Ferdinand Gjafemi, ishte deputet i Durëcit, ministri i Kulturës. E flasme të nga përre, që të dërë Durëcit. Sërë. Më thamë, po për sërë, Jusefin, më thamë, po për sërë. Nuk e diru, nuk i vre frajbuja, që në asë kërpujnë ishtë, po për këtë borë, me e për në borë. Sepse një raportora, këthy Estrat një kushtaratët, që ishte prej fjellit, kishte marru akademi në Romë, e ati që ka marrë diplomën, ata kanë të dhumë hymë në italian, edhe i kanë shumë kanë budu flamur italian, ju ka thonë se flamur jemë, edhe kanë kushkatu italian. E jea për parë kacorit, ati ju bu që hymë i kuç, me pandë qeveri orë është të ministra, e i banë i brike se në i totë që ishte era. E kacorit i heroj i orë. Pse shumë si për katolike i konfrancesi, si për katolike? Ajo është, imagina, një prif me peledon, me kullet, pra farë me kam rafeu, me kanë kishë. Unë e kam peledon, me rafeu, me kam mënco. Mirë po, nuk e di pse e këna shpi, unë e di arsye, por këna është në nejmjen, e kam bërë dhe liber, pra, Nikol Kachori për mëmimin tëmë, këna është në përgjimia, për më thonë, është pa si filo austriak. Pse? Sepse, që që një gjithë përmërësia Shqipërisë është bënë vjetë. Vjenë, a kanë fjellës nacionalë, kanë thënë që ko kejtë parë, kjo projekti, janë në misetimet, që bënë pare, që ka valori, që ka që ndurës, Nikol Kachori, të që ka një të gjermanisht, po kanë gjithë punë për zë. Bile, Nikol Kachori ka miku që kufin të Shqipërisë, mos bëhet që mu është si uma që më dhe shumë nga komisioni u fibe.
ka pamur, pa kanë gjatë zeki, po kanë zjanë. Pra, po pasi më rritë që këtë mënër e kanë këqin të bërdu, kanë shpinë e kanë thënë, ka fidu austriakë. Po, më se kanë pasi fidu austriakë, kanë pasi shpitari malë, që i ka bërë zhëtë komin vetë, në firin vetë. Eci. E të në kishë, më mena dhe motët, e rrë në vazhdojnë. Edhe të familjartë, edhe shumë një ceremonisë, edhe se Damiani njëri ma vakë, këna briti, këna qiti, këna bani, kërejtë ceremoni, ishte kujdes për detajet më të vogla, e ka dekë të i pastë. Kurse këtë është doktor Shtifaj që ishte drejtori jam, që ka sa i ka të fanë, për në dokacorin, që ku ishte pari, 93 që ishte pojmon 37 vjetë ambasador në Izrael. Imaginat ishte kokë. Tonë që rrja se rrake pyqin, ku i thone na u këshiloshë të ishte kokë. Edhe pra një këtë burë, ka më rritë në madhe që ishte obligacionit sot pushojnë të kisha shqeqisë. Këto është kisha jonë që këna madhe ditë. Me ishte me gjashtë shkurt, edhe pa me kjo është nga me lura, nga me mundë i të për përpjekët e mje që nga ma për nëse dhe eshte e tira në bordër shqiptare në Durrës. I këta ishin me pak fjallë rrugtimi jem me imësët ka shohë. Një borë falenderoj publikisht në emrin e meritorëve, jam i fitur në emrin e çdo shqiptari të vërtet, zotin Pjetër Logoreci, për kujtesën, për sjelljen në vend të vlerave patriotike të im zot Nikol Kaçorit. Shumë faleminderit. Juve njëherësh edhe falenderim për shtetin austriak, për ndihmën, suportin, dhe çdo shqiptari i cili është gjendur pranë, me detyrë ose jo. Ti je shqiptar, s'ka nevojë të jesh në detyrë. O e ndjen, ose ndjen, o je, ose je. Ku qendrën e ka patur në detyrisht të kurbinit, edhe një detaj që është tek libri, dokumentar patjetër. Gjithashtu vlen për të përmendur se ky libër nuk është vetëm në thonje, fjalë dhe vetëm fjalë. Është në dokumenta historik të pasuruar hap pas hapi dhe në mënyrë shumë të kujdesshme profesionale nga zoti Pjetër. Po ajo që vlen theksohet është se Arqipërzhia e Durrësit, me qendrën në detyrisht të kurbinit, ka patur në varësitë saj në hierarkinë kishtare, ka patur në varësi edhe famullit dhe kishat e kthellës, selitës dhe Durrës. Kështu dhe qënë si jemi në thellë, pas krej Durrës ku ka linë patriotima. E ati ku ka ushtru detyrën e tij dhe funksionin e tij dhe aty që ka dërguar patriotizmin e tij në Durrës, në Mirëpir e në thellë vjen fiks dhe to nuk ka ushtru detyrën me ka kontribuar për zhvillimin e Shqipërisë. Mirë, që po zgjatemi më tej, ftojmë në fjalën e tij zotin kryetar të Bashkisë Mirëpir, zoti Albert Berlushi, si ka mundësi që figura si Domniko Kaçori, figura si Abat Prendoqi, si Gjergj Fish, që realisht dhani kontribut jashtëzakonshëm për shtetin shqiptar, janë në harres si askund në askund tjetër dhe askush tjetër. Kemi vlerësu njerëz që ndoshta s'kan pas as pak kontribut për këtë vend, e kemi lënë ata që na kanë dhënë këtë shkrim. Në fakt, figura si Domniko Kaçori, Abat Prendoqi, Gjergj Fish të atjerë, na kanë mësu, na kanë mësu, na kanë rujt identitetin tonë. Kanë marrë gjatë shkrim e këndim edhe figurat tjera përpara tyre figurave kombëtare. Kanë marrë gjatë shkrim dhe këndim në Shqipëri. Edhe krenohemi në fakt por edhe nëse meritor policisht, si katolik, por absolutisht këta janë figura për te i fesë, janë figura detare, të cilat
kanë dhënë kaq shumë për kombin tonë dhe ne kemi bërë kaq pak për ta. Unë personalisht jam realisht edhe nga fjallë që përcove edhe nga ajo që duhet jemi gjithë shkëmbyrë se jemi kaq larg asaj që duhet kishim bërë dhe duhet bërë për ta njerëz. Tjetër nuk jam shumë mirënjohës për atë që përcove sot, për ne që për gjithë kontributin tanë që pas ka dhanë për i ditësh për eshtër e Tomi Kukaqore, arkitekti për shtetit tonë, realisht, se nësë kryeministri i parë shqiptar, figurë që thash të gjitha qeveritë shqiptare që nga vitin 1990 e deri sot, sikur me pandërtu projekt se si me lanë heshtje ma mirë do ishin bërë. Dhe të falenderoj ty dhe shkrimëtuesi që ka kontribuar, kryesisht ty që ke dhënë kaq kontribut për Tomi Kukaqore, dhe jemi shumë mirënjohës për atë që jo vetëm përcove sot, por atë që ke bërë ndër vite për këtë figurë. Shumë faleminderit dhe shumë respekt për ty. Faleminderit një për gjithë, faleminderit Zoti Pjetër për kontributin që ke dhënë, për dajnë i babës tim. Unë jam Stëni. Faleminderit shumë. I mirënjohim shumë e lartë ndaj teje si një patriot shumë i madh për virtytet që ke dhënë për dajnë i babës tim. Faleminderit shumë. Sa kam lexuar gjitha materialet për Tomi Kukaqoren me kohë, dhe kam lexuar 2 herë librin që ka pasur i tjetër. Aty jepet, po ti brava qoftë, se na e vatë monat shumë të qarta sot, por aty ilsohet aq bukur këndaria e Tomi Kukaqorit, po unë jam shumë i prekur si ka mundësime, si asnjë nga qeveria, nuk kam qenë latë atje, nuk u parashit atëherë, atëherë u bën reklam, atje tek Varrezat, e presidenti që ka javë në punë. Dhe unë jam shumë e respektoj zotin që ka shtuar realitetin e parë. Si ka mundësi të gjinet një njeri nga Shkodra e shkoje emigracion edhe atje shikoni çfarë ka bërë në ditë e në muaj të tanë, ka qarë rrethime, qarë probleme që kanë të këti atje, në rëmend të punohet sa të dorë t'i lesoj e ky, vetëm Zoti e ky e tim që ka hekur ky, një prunë ta e eshtë ato. Prandaj, gjaja ma e vogël që duhet t'jetë krenari kashor, nuk tham një kone kapitarë, s'kena mundësi, por të pakën bashkia Mirdi, që ka organizute, që e falenderoj shumë kretarin, të pakën në Këshilli një certifikat mirënjohje që hapi Zoti Pjetër. Ai është pjesëtar të Kongresit Manastirit, ai është një veprimtar i pashoq i botës shqiptare. Ne gjithmonë i bjem gjokse për të qenë patriotë, për të bërë vepra patriotike. Kjo punë nuk bëhet me deklaratë. Kjo bëhet me veprime të mirëfillta, të drejtë për drejtë si bën Zoti Pjetër. Po shkujtues atje zhvari i harrori i një të madh shqiptarisë, dhe ato përpjekje që pak shqiptari bëjnë. Edhe ai nuk e ka bërë që ne ta shpallën patriotë, sepse ky patriotës është një vepër shumë e rëndësishme, jo vetëm patriotike thane, e ta bëjnë në mënyrë folklorike edhe të shkruar në një këngë rapsodike siç bëjmë me ca ministri militar, që i shojmë lart e vëllazëra. Por është i vepër e mirëfill, është i dëshmi. Ne du të dëshmojmë se kemi bërë një punë patriotike, kulturore, abetare, dhe këtë ta bëmë. Zoti Pjetri, si në njohë që shkrimet e hershme, e osman me poezi si duim, edhe duke qenë se unë i lexoja këto gazetat teatrale, e kam ndjek shumë, por kjo që bërë dhe për studimet tjera, veprimtari tjera nga bën të jemi krenarë për një moshatarë timi që fati gjoj mire ka bërë të shkoj në Austri. Unë du të them edhe një gjë tjetër, lidhur mirëditën me Austri.
dhe Austrinë me Shqipërinë. Kontributi i Austrisë ose Austro-Hungarisë është ajo që tha ky, por fatkeqësisht ngjarjet e mirëditë me Austrinë kanë qenë fatkeqe. Unë paraprakise e komunikova me autorët. Po kjo s'ka rëndësi. Ky mesazh na bën ne që pushtetarët e çdo niveli të vlerësojnë emrat e historisë. Se një popull, një komunitet pa histori nuk mund të ketë anëse të sigurt. Dy janë parimet substanciale. Tradit, kjo sa mërë, të Gjermanët e kanë si koordinatër kryesore politikë. Ne të të kujtojmë edhe Mirdita, edhe çdo zonë. Unë jam Selitës, edhe të partë e një kanë jetuar vetëm një 12 kilometra larg shtëpisë Zoti Kogacovit, të parëve të tij. Se Lura dhe Selitë janë kufi jashtë. Ata është aty një zonë që ajerë të prim, gjithmonë sa ti në prim Lure, ne kam një meditim, se si i ku ky po të bëjnë një malë prim të aty në luginave të Selitës, e grëtë Selitës. Kur unë shkoj atje pas 100 vjetësh, ke në kryetari Severinit Florës, dhe nuk kemi një rrugë që shkoj e ta mandurë, një ndërperlat e natyrës shqiptare. Që i ka thënë në kryetari Severinit, s'pa prit një vise, pra ishin moment mbresh, nuk ishte kri, lirikë shqiptarë, pas i shohim si kri, po si adetarë, jashtë zakonshëm, si pjesa më ndritur e lidhës e kulturës shqipe. Kështu që unë kam fjalët e falëndrimit shumë të lartë, shumë shpirtëror për autorin, por e gjithë ata njerëz që bën përpjekje që ekstrat e patriotit të madh, shtatarit të madh, klerikut të madh, kulturologët të madh, jetojnë e prehen në dhemën tonë që ai dashi aq fort. Faleminderit shumë milionë. Nderim, falënderim atë të zemër të Zotit të Vëresi. Mendoj se keni shkruar një libër që qëndron në mes të këndshit të flamori dhe veladoni i Prishtit merren vesh dhe ruajnë projektin politik të tyre. Faktikisht, ky është mesazhi i jashtrave të Domit Kogacovit, që nuk pyet për vitet, të vjen aty ku vjen, të vjen aty ku duhet, të vjen për gjitha preza, të vjen për gjithë ne gjallë. Ky është falënderim në rrethana kur ne në statutet nuk në ndahen faktikisht. Buri që ka më larg ka dhënë vetë rrezikë kategorikë së rrezikut për shkak të zhvillimit tonë urban, mund ta kishte më afër Domit Kogacovit për shkurtuar distancën të kulturës. Padyshim, është shumë larg kapitulati në Tiranë, është shumë larg gjithçka shkosh të vizitosh në Ranë, madje edhe Amezogu është shumë larg, sepse rruga ka dhënë nga atyre që nga shashton. Kjo ka qenë përshkrimi im çfarë ne bëjmë në politikanët tonë, se çfarë ne bëjmë në njeriu që në shkroi dhe priu pavarësinë tonë. Kështu që ky mesazh i jashtrave është një siguri pjesë hyjnore që ka bërë që ju bashkë me emrin tuaj, Zotit tuaj, Zotit ndërkohë me nënvitorët ta ndihmë për nderë dhe shpresoj se ky mesazh jashtrash në këtë vend ku ndeku u bë shumë i madh midis autoritetit hyjnor klerikal, pavarësisht gjithë dhe projekcionit të këtij shteti të vend, që humbi në rrugën e interesave, shpresoj që të ndodhin përfishra që kërkon libri, të ndriçohet, të mësohet nga eshtrat e humbura dhe nga historia që kemi dërmuar. Dhe të kujtojmë ta pranojmë këtë vend ashtu siç e donin ata njerëz, ashtu siç e ke dashur në gjithë jetën tonë,
ashtu siç e duhet gjithë ata ndërkohë shqiptar të ndershëm dhe po kaq patriot, edhe se nuk deshin të gëzojnë në pritit, por e marrin flamurin në shpirtin e tyre. Bekim, familjes që e lindi, nderim, lurët të cilët atyre të afërmëve që janë të mësahat dhe që duke janë, familjerë që i të që në qëtë. Që rastit të aprendroj për atër në konë për sekretarit të bashkisë, Alshan, se bashkë me një përfaqësit e bashkisë, kanë ardhur në Durrës, ku ishte një mesh, i cila përsëri dedikoi për shpirtin e tonë zotëqore, edhe të më ndoskurora të kriterit, se në ato ishte kriterin në shqipsë, gjera se ka përndrejë. Ashtu që gjera asë që zërë në mundësin që isha në rinës për të fotografuar, e filmuar, ajo fotografi për shumë që pa në rinës nëse mund të qenë si djeloshe që i imja parë që në posë. Dhe... Si të është i vëqe? Ajo që është... Po, është i imja. Po. Edhe... për të kanë si e parë. Është parë që kam bëjë në rinës. Sepse nuk isha s'njëri që atë dëmonë, nuk tash e të shpjegoj dhe thimi që u shokova ku pash mënyrën e arresetimit. Duhur sigur të sjellshin një ushtar ditë në mes. Jo veç një njëri që kishte po aq shumë për të në tij. Ndoshta një herë në vjen me faj sepse të foto ato filmime ja kanë përcjellë në medias. Një shumë keq në vërtetë. Por në të mbyll me falënderimin që si për ish-kretarin e bashkisë, ashtu si edhe falenderoj shpirtërisht nuk është gjallë, Padre Damian Kurti. Falenderoj familjarët e Doni Vogëshorit që në dhanë mundësi që për natën të zitorin e vdekjes së tij me krej lurë, se fakt me pamutarin asaj kohë ka qenë një prit slovak, Padre Tomash, sepse Monsignori e hershëm Padre Kristofori se mu, edhe është bën një përkujtimore e denjë e deshme për mos të harruar. Edhe i falenderoj me vërtet të gjithë brillant krejlorësit, se mu pëlqen më shumë me shmu krejlorën se lurën. Edhe s'do kisha edhe për të primë, me thëmë që si u ato e esët e Doni Vogëshorit, të mërshën nga jo kish ku i shërbeu të njësis, e të qoshën e të një kisha të cila më barë dhe emre të një krejlurë, që kisha e shënë kohë. Ashtu që falenderoj fort edhe personin të cilën ka bëhu kishën e shënë kohë dhe ka restauruar që këtë në të vërtetë si që da vojnë që një kishë e ti. Unë do nga që në falenderime, po ishte sa një ditë për të dhënë vlerë autori që ka bëhë këtë libra dhe falenderoj fort. Po të lutem një herë dhe juve që i falenderoj. Meditori i ndershëm, shqiptari i ndershëm. Duke falenderuar Zotin Pjetër Logoreci për kontributin e jashtëzakonshëm të tij, kontributin e jetës së tij dhe jetës tonë gjithashtu. Duke falenderuar patjetër shtetin shqiptar dhe çdo shqiptar që e ka bërë të mundur sadopak mendimin e tij, zyrtar ose jo, kthimin e jashtëve, kthimin shtetin austriak. Por dhe çdo shqiptar i cili është gjendur pranë Zotit Pjetër familjarëve dhe të gjithëve, Zoti Meritan, Spagia, në votimin cilësor të veprës, kushtuar Don Vogëshori, e gjejmë në vend ta cilësojmë se hymni i cili e ka emërtesën libri, kushtuar i Zotit Vogëshorit, është hymni i cili do të jetë hymni i jetës tonë, fëmijëve tanë, një për mbesave e çdo kush, çdo njeri i cili do të jetojë në troje, në trojën e shqiptarisë. O sot o kur, o flamur, o de. Faleminderit gjithëve.